Përshëndetje dashur miq të kanalit Pink Shortar në YouTube Pink. Sot do të provoja diçka të re, domethënë normalisht re, po. Në fakt do të provoja çfarë ndodh nëse unë bëj 3 orë video, kot pa lidhje. është e çuditshme si teori, domethënë sepse normalisht në 3 orë nuk e qaflet e para punës, është dorë me një. Domethënë edhe unë du të provoj se një program 3 orësh 5 dite. Por gjithmonë kjo ka përqenur në dorën tuaj. Atëherë Këtë program 3 orë doja ta nisja me diçka të veçantë në fakt. Atëherë, ku qëndron e veçanta këtij programi? E veçanta këtij programi do të jetë sepse do jetë 3 orë. Apo thashë? Thashë më duket. Okej. E veçanta tjetër është në këtë program unë do të shpalos të gjithë budalliqet e mia. Ky program do të cilësohet Pink Show. Të bëje para së një program, dhe do të shpalos të gjithë idiotësit e një bote të zgjuar. Botën e politikanëve. Do ta filloj me një personazh që mua më ka pëlqyer shumë. Motra dhe vëzër i mbledhur me këtë dasëm, në këtë martesë, për të lidhur në martesë dashurinë e këtyre të rive, që sot do të kurorzohet në zinxhirin e gjatë të martesës. Shkretet ata, no, jo, them shkretet ata se sa kanë kaluar për të arritur deri në këtë ditë, sa kanë luftuar, marshime të tëra, duke shkuar në çdo mobileri, në çdo dyqan, në çdo zënë për të arritur këtë ditë, për të martuar, por ja arritëm. Dhe të thonë ju se ja nuk të debatës, se si thot fjala unë, nëse arrin të shpëtohet sikur edhe një, atëherë ja ka vlet barra qëran. Dhe një fjalim po jam mba juve që në mbletur në këtë dasëm, për t'i treguar se martesa është diçka e pavlerë në jetën e një njeriu, për arsyeën e vetme sepse martesa është kurorëzimi i një ëndre në emrin e një femre. Doja t'ju pyesja që bëjmë për të gjitha. Juve nuk njihni njëri tjetrin në realitetin, nuk theni kokën, jeni gjithë njerëz pa njohur. Ja, ai plagu aty. Po, ti më zbëj kot me kokë, sikur nuk tje. A e kupton? Ti ishe në varrimin e më përpashë, mik. Juve do të bëni foto, me njerëz që nuk i njihni. Do të hani, do të pini, do të qeshni. Po ti kush drejqinja? Unë, shoku nusës. Shok, po, iqit duhet nga bëthët e gëstime. Po kur të triteni, kur të plageni, të bëni me kalamaj dhe ju pyesni fëmijët, kush ishte ky, çfarë do të thosh? Njëri që i prekte bythët mami, njëri që i prekte bythët mami. Pra, pastaj mos themi për atë që ka organizuar dasmën. Se dihet historikisht në çdo dasëm, ajo që marton të gjitha, për vete nuk martohet asnjëherë. Dhe gjithmonë bret,
sa, më fash. Po si keni ndarë tavolinat? Me muzikë, me këngë, tekst të tipi këngës. Tingull këngës, që për shembull, Single Lady, Disperato, Pa shpresë, Du t'i ige se s'më pëlqen. Pastaj, doja që doja vetëm i gjë. Ai që vendos atë personin që do të martoj në tavolinën më afër në banjën me vëtën mirë ose keq që ka kuptu se e pret një jetë me normalisht që është një personazh, por nuk është si personazh eksperimental, se nuk është dhe aq i përpunuar me realitetin, por besoj se shumë shpejt do të realizoj diçka të lezetshme, domethënë do të krijohet një projekt i cili do të jetë le të themi një ndër projektet më ambicioze të mia, një ndër projektet që sipas mendimit tim gjithmonë do të ketë një shukëshmëri të lartë, për arsyeën e vetë se ky projekt nuk do të ketë financiator, domethënë do të jetë një projekt në zero, do jetë një projekt në kulmin e absurditetit. Sepse normalisht, si thot proverbi i famshëm, se fjala e urtë popullore, martesa. Muaji i parë me mjalt dhe pjesa tjetër me mund. Tjetër mua bataj po. Pastaj, jo, gjusë më lindi ideja e këtij projektit. Po, jo, më lindi ideja e këtij projektit për një arsye shumë të vetme, sepse duke diskutuar në një vend në Itali, në Milano, në Monza, ku isha para disa vitesh, më rastis të takohem me një prift, Don Cry, që po ta kthesh në shqip ose po ta shqiptosh i bëj mos qaj. Dhe ky prifti më thot jam i lodhur, thot sepse martesa thotë nuk është gjë e mirë, thotë. Sepse nëse martesa do të ishte gjë e mirë, thotë. Ti si mendon, thotë, se ne prishtërit, thotë, nuk dhe kishim bo? Nëse i shmangemi, thotë, e ka një arsye gjithmonë. E ka një arsye. Por çdo kush ka drejtën e vet, ka lirinë e vet të sjelljes. Aty fillova të fantazoja, të krijoja një personazh i cili do të ishte në mënyrë të mirë pjesë një prift, po një prift satiri. Do të thënë nuk do të ishte një prift real, siç do të jetë edhe në fundja fundit edhe doktori, që e kam shfaqur një herë, do të thënë që ishte jeta është një luftë e vërtetueshme me sëmundjes dhe vdekjes. Por në shëndetësinë publike foldet kanë mbaruar. Për këtë arsye sot të diel në QSUT lançohet lotaria Jeto Bingo. Fituesi i tretë fiton një ekografi, fituesi i dytë një kolonoskopi, fituesi i parë i kile Viagra. Fituesi i fundit që fitoi çmimin e parë pas një muaji vdiq. Për gruaja e tij erdhi përsëri në urgjencë të na falenderonte, pasi ishte muaji më i bukur që kishte kaluar në jetë.
Me thënë janë çdo gjë. Është një batut shumë e bukur, domethënë I kile t'jaga. Tashi, një person që do t'jagë burrit vetë I kile t'jaga, imagjinoj se do të qallë, do të nëse tjetër më bërej. Atëherë. Le të kalojmë këtë tema tjetër, se na hongër qysh më duket, ose kam posë shumë të mëdha, njëra nga të dyja. Tema tjetër është dashuria. Përse njerëzit do të binë në dashuri kur fare mirë mund të binë gjumë? Nuk e di. Më ka ndodhur një herë që kam qenë duke biseduar me një person. Nuk po ja përmend emrin, sepse për arsye privatësie nuk dua të përmend emrin, por e njofta rastësisht në një sit web që është më tepër sit me dhampa të kuqe ose plus 18 vjeç, pornografi e më saktë. Dhe filluam të chatonim aty. Unë shqiptar, ajo shqiptare. Unë malok, ajo katunare. Unë nga Mali, ajo nga Fusha. Unë Ariu, ajo Arusha. Po nisë të mund të më mape. Edhe mbas një farë kohë shkëmbyen numrat e celularit. Dhe aty fillet problemi. Në momentin që përfunduam deri në krevat, ajo më thot mua po në fotografi duke me I madhë më burë, thotë. Me pashi herë. Pash në rëte. Qëne. Pash edhe herë tjetër. Çuditshme. Por, kjo është fundja fundit. Njohja në virtualitet. Do më thënë. Është pa mundur sot të gjesh një person të saktë, me të cilin të kalosh një pjesë të madhe të jetës tënde, sepse është shketërisht e provuar që të mendosh për mua I bën mirë shëndetit. Kalojmë tek programi tjetër. Madh dashurisë do flasim pak për kulmet. Kulmi I gënjeshtrës. Kulmi I gënjeshtrës, sipas mendimit tim, është që të biesh me dorë. Edhe herë. Kulmi I gënjeshtrës, sipas mendimit tim, është të biesh me dorë në prezervativ. Ta hedhësh në ajër, ti gjysh me pistolet e rëcuar që djali jem vdiqin ja kitën terror. Është kulmi I gënjeshtrës. Kulmi I shpejtësisë është ndjerësh që më shpluar nga lopa. Kulmi I të ftoftit është të kuptosh me vonesë që është ftofët. Kulmi I besimit është të besosh se nëna jote është e gjithë. Dhe kalojmë ke barkaletat. Mbas kulmeve ke barkaletat. Në këtë program ka përgjedhur një barkalet që mund ka bërë shumë përshtypje. Ishte njëri që për herë vishte dy paltuta, por nga që ishte ftofët, këtë herë kishte veshur tre. Dhe ishte pëton kaka. Pëton mutë, no, I vjen me li. Kërsh mua veti, se su me qënë së rufare. Dhe
Heq palën e parë, heq palën e dytë, edhe kur arrin ta kuptoj që kishte 3 palë, kishte vjerë në prek. Po, futja kot, kam bërë gjitha të rrugë, edhe me zi kanë kalut 12 minuta program. Që dhe vetë YouTube e thot, por, që ka shumë e vështirë të bësh një program 3 orë, në një kohë që në telefon ka 33 orë kohë. Ju gjithin, për këtë arsye vendosa të bëj takrovera. Ti më falë, dhe do mundohem të harroj, si të gjithë, edhe unë do njëherë gaboj. Unë të falë, dhe kur emrin ti ngatroj, unë e di sa herë që je me mua, ti këto mendoj. Zemër nuk kam fal, i gjanë saj, zemër mos gabo, se mos më ndo. Tjere është e pina trafjeqin në shotësane, jale, pina trafjeqin me tekene, jale, nëse do mund të jemi joti për gjithmo, por, o lala, përse vekjë tekes më mjërë, eja, më pranë, futi dhe pinejt, kërë zemë të kam, që të pi me ty sa më përqe, bëj pak si ti pas të ti pa jemi ne, muzika të kila hashashi me rritë të migre, me një trafjeq kurdo me vetën e qe, mere në fund dhe një teke se po më përqen. Putja kot. Zemër, unë e di ti mund tonë, zemër, unë e di ti qa donë, zemër, ti e din sa kushtone, zemër, ti po harën, kohë për kellën, nisë, Ajo, në gjurova për zotin, po e mbyll këtë program me 13 minuta, nuk përshtytet mo, nuk kam që me thonë, s'po dihet që më bo, por, e rëndësishme është që juve të boni like, share, subscribes në këtë kanal, i cili titullohet Pink, ose për i natin e kumshijës, sepse normalisht subscribes, vetëm subscribes, sepse unë e bëj për i natin e kumshijës, kumshija e bëj për i natin tim, unë e bëj për i natin e kumshijë tjetër, e bëj për i natin tim, dhe për i natin e njëri tjetër, ne dhe bëjmë për i natin kumshijë. Dhe kjo është. Qoftë ju pëlqeu, bëni like, qoftë si pëlqeu, mos e shihni fare. Ciao.